supet lartë përballë ekzistencës së Habibes. Unë jam Lorena, gazetare nga emisioni Piranja. Ka ardhur kaq kohë dhe nuk po i gjendet një zgjidhje. Faji nuk është i zonjës as i familjarëve të saj. Të tregoj përbërjen e trungut familjar të Kasim të Mrozit 2 trunjet? Po. Një sekondë, lutem të nxjerr regjistrat dhe shiko. Ky është trungu familjari? I Kasem, Emine, Lutfie, Habibe, Fatbarda, Talibe, Tafil, Bexhet. Tu ka vetëm shnimin që Fatbarda dhe Mrozi ka lindur 68-ën, asgjë më shumë. Tu nuk ka shnim fare këtë datën e aktit të lindjes të Talibes. Para Habibja, se këtu është Habibja. e ke aktin 158, 10/3/56. Po? Bata, kjo nuk ka shnim datës së aktit. Dhe pasi kërkuam të shihnim aktin e lindjes me numër 158, rezultoi pikërisht ashtu siç na kishte treguar Olta. Habibja nuk figuronte asgjë kundi. Akti lindjes, Talibe dhe Mrozi. Atësia, Kasem dhe Mrozi, nëna Emine, për data e lindjes 26 mars 1956. Okej, domethënë Habibja nuk ekziston fare këtu. Është vetëm Talibe. Pra, duket qartë se kemi të bëjmë me një gabim të zyrës së gjendjes civile. Dhe për këtë, mjafton që të shohim se si janë numrat rëndor të vendosur në regjistër, ku pavarësisht se rezultojnë 8 pjesëtar në familje, së bashku me Habiben që nuk ekziston, në listë është shkruar 2 herë numri 7. Por çudit nuk kanë fund me këtë rast, pasi në një tjetër regjistër, që i përket viteve 1950-1974, ky emër nuk ekziston. Kjo është përbërja e familjarë e dytë, ku kryefamiljare është Idrizi dhe Stërgjyshi. Një po është Kasemi, për familjare, Lutfie, gjithë ato. Edhe vazhdo në fletën 78. Tani Habibe në gjen dot këtu te? Jo, nuk është. Nuk është Habibe. Po si ka mundësi, në një regjistër është në një s'është. Tani këto pse janë 2 regjistra të ndryshëm? Shkruaj mbajt në vitin 1150, një supozot është më i ri dhe një më i vjetër. Pra, e gjithë kjo gjullurdi është bërë vetëm nga një gabim i viteve 50, por çkusur kanë trashëgimtarët e kësaj familjeje të mbeten pengi Habibes? A nuk duhet që zgjidhjen ta gjejnë institucionet? Zgjidhjet japet drejtoria, çka bëra atë kërkesën, ankesën atje. Se tani nuk i sepranojnë më në drejtori që të shkosh fizikisht, vetëm nga ankesa që bën nga portali. Juve një lloj komunikimi me drejtorinë e përgjithshme duhet ta keni, besoj normalisht. Sepse jeni në varësi të tyre apo jo. Mund të kemi të paktën një telefonat, ta kuptojmë dhe neve kjo zonja, çfarë duhet bëj, ku duhet shkoj, ku duhet drejtohet, sepse ka bërë kërkesa dhe nuk ka marrë përgjigje. Alo, Eta, përshëndetje. Përshëndetje, da Sofia. Jam me gazetarët e emisionit Piranja. Në lidhje me një problematik që e kemi diskutuar edhe një herë më parë, flitet për një përbërje familjare të vitit 1150, ku një nga pjesëtarët e familjes, familjarët thonë që nuk ekziston. Si nuk ekziston? Nuk ekziston fare si person. Po, nuk ekziston fare si person. Eda nga ana tjetër e telefonit po befasohet dhe duket qartë që e dëgjon për herë të parë historinë e Habibes. Rezulton të këtë ekzistuar në gjallësi të vet asnjëherë? Sipas familjarëve jo. Ka, lutem, ka 2 gjëra. Familjarët deklarojnë që nuk i rezulton në certifikat familjare apo ky personi është një person i krijuar nga hiçi. Po, personi krijuar nga hiçi, pra nuk e ka ekzistuar edhe Këtë nuk kush e vërtetoi këtë që është person nga hiçi. Ja më në fund një person që arsyeton, Habibja edhe mund të ketë ekzistuar. Në fshetësi të plot nga Bexheti, Lutfia, Fatbarda, Tafili dhe Talibja. Janë 2 regjistra 1950-1974. Okej. Njëri prej tyre rezulton edhe emri i zonjës Habibe, ndërsa tjetri i trungut familjar i Stërgjyshit nuk rezulton emri i zonjës Habibe. Pra tek njëri është e tjetri nuk është. Habibja si person rezulton, ekziston? Nuk ekziston fare, nuk e njeh askush nga familjarët. Jo vetëm Po janë për familjarët e dashur. Shpjegoj një gjë. Ne kam nga eksperienca e një familjari tim. Në certifikatën e trungut të vjetër ekziston një zonjë që nuk ka lidhje fare me familjen. Dhe kjo zonjë ka qenë pastruesja e familjes. Dhe në atë kohë regjistronin si antar, vinin në certifikat sepse ashtu mendonin. Dhe ata nuk qenin dot një dëshmi trashëgimie, se ishte një person, po themi nga hiçi, po që realisht nuk është nga hiçi, se nuk shtohet